Të nderuar të ftuar, zonja dhe zotëri, mirë se vini në këtë event të veçantë kushtuar ditës botërore të mirëqenies dhe mbrojtjes sociale, i organizuar nga shoqata Nexhat Albania. Sot jemi mbledhur për të reflektuar mbi një çështje që prek thelbin e çdo shoqërie, dinjitetin, të drejtat e njeriu dhe mbrojtjen e individëve që kanë kaluar përvoja të vështira. Shoqata Nexhat Albania ka punuar me përkushtim për më shumë se 2 dekada, duke mbrojtur të drejtat e iranianëve të larguar nga organizata MEK, duke ofruar mbështetje juridike, sociale dhe psikologjike, si dhe duke rivendosur lidhjet familjare që janë ndërprer padrejtësisht. Sot, në këtë konferencë do të kemi mundësinë të dëgjojmë fjalime domethënëse, dëshmi të dokumentuara dhe analiza profesionale nga jurist, psikolog, punonjës social dhe përfaqësues të shoqatës. Tani ju ftoj të ndjekim videon prezantuese kushtuar ditës botërore të mirëqenies dhe mbrojtjes sociale, e cila pasqyron rëndësinë e kësaj dite dhe mesazhin që ajo përcjell për shoqërinë tonë. Ju lutem, ndiqeni me vëmendje. Faleminderit.